Kojmë në arenën e brendshme. Vetëm ata? Mirëmbrëma Fermer! Sa të hareshëm që keni sonte, ju shoh me pusqeshje në portret. Shumë qeft ju shoh kështu. Por sonte dua të përshëndes vetëm më punëtorët. Selam pas një majin. Faleminderit. Kush ndihet punëtor, është I përshëndetur. Faleminderit për të falënderim social. E me qenë se jemi këtu, dua të pyes kryefermeren Big Mamën, të na dalit direkte në temë, të na thot kush është më punëtori aty brenda? Unë! Një përgjigje direkte. Ti! Si? Ti më punëtori, harova. Jo, gjeni, thuj gjona që Luana, janë. gjithë janë punëtor, Po? edhe ato që janë më dembel kanë qenë punëtor, kështu që unë jam e kënaqur prej gjithë fermerëve. Bravo! Kemi parë çuditëra nga ti dhe mezi presim të shohim surprizat të tjera deri të hënën që ti ke mandatin. E kam deri të hanën, nuk më E dron? ke, ky është një lajm I parë për ju. Faleminderit! Dashur Luana. Po Albano. Çfarë kënaqësie të dëgjojmë zërin tënd. Si vjen zërim aty? Shkëlqyer, thjesht pak I ulët. Por që kënaqësia është zakonshme si gjithmonë. Ju lutem të ngrini zërin tim, edhe të rregulloni kufjen time. Faleminderit. Po, shumë mirë Albano, I Ja, tham të si dyja kur të erdhi tyre, magjia, për si më tek shumë këto tash, të pra. rregullueshme. U ngrit pak zëri. Tani sigurisht këtu midis nesh. Tani jam aty me ju? Po. Ndihet energjia ime e mirë? Po. Pas pak do të ndini energjinë time të keqe. Se do ulesh zërin prap. Jo. Do ulesh zërin prap. Jo. Okej. Dua të ndalem pak tek Elinara për t'i dhënë çike dhe ritëm kësaj hapje. Elinara kemi parë që ke përshëndetur, I ke uruar të linjën mamit tënd, dhe meqense mamat janë pika jone dobët. Faleminderit Shumë shumë. urime. Faleminderit, Luana, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Je për shumë e bukur edhe sonte, si Faleminderit. gjithmonë. Po pra, vëre, si ka Edhe ti mundësi je më për shumë e bukur se vën dyshim. Faleminderit. Limi. Ti je I mërzitur që Alba është në nominim nga sonte? Në fakt jo, se kom besim që nuk e llogarit fare nominimin. Ke besim tek forca e saj, tek loja e saj dhe te publiku që do e votoj, po më thua. Patjetër. Okej, do shohim çfarë dinamike do të kemi sonte dhe ndërkohë Andrea. Po ti si themore për dronin? Mos është gruaja që kërkon divorcin? Çfarë ndodh aty? Jo, ishte një diskutim e nurë me thënë drejtën që thash, inshallah se kam gocën qik gjeloze dhe kur I shikon këtë skena, këto përqafime shoqërore që bëjmë, e kam hallë mos e ka influencuar të jamën aty, më ka prur dron pa foto, vetëm shkrime, thash më ka prur divorcin me dron. Jo, se për nëjë gjë. Kujdes me këto deklarata se sezon surpriza është ky. E di. Jo kujdes me deklarata, kujdes me përqafimet shoqërore të tepruara. Çfarë më the Albano? Skepse I thua kujdes me deklaratat, kujdes me përqafimet të tepruara. Qëndron. Më shumë se ç'duhet. Qëndron. Mirë, ulemi Qëndron? pozicionohemi. Ulun. Po, qëndron, thot. Ulun I ra, Toni. Po mos e egzagerojmë, qëndron se që të shojmë. Urime edhe për një mujorin e qëndrimit të izolimit në ferm. Edhe me qenë se u bën plot 30 ditë, madje 31 sonte, Agaj u treguar shumë I mirë me ju mbrëm dhe vendosi t'ju ofronte një fest Me disa, Luana. Jo, me disa të tjerë nuk I rezistuan të ndimit. Do kthehem pas pak tek ju. Më ktheni mua në studio. I kemi parë mbrëm teksa festuan, kemi parë dhe ndodhin që duket sikur pra lajmërimet e vazhdueshme për mos hyrjen e rregullave nuk respektohen nga ana e fermerëve. Pa mbrëm që Kesi mori plaçkat dhe vendosi që të largohej nga faqiri. Si e keni parë ju këtë situatë? Para se të shkojmë tek ata për ta diskutuar? Unë e kam parë pak shqetësuese në fakt, është situatë kritike kur vazhdimisht thyen rregullat, sidomos kur janë urdhrat e Agajit, pra rregullat e Agajit, mendoj që është e gabuar edhe duhet parë pak me vëmendje sepse vërtet
ndonjëherë jemi të parimit rregullat janë bërë për të thyer, por jo të gjitha rregullat, se ka dhe rregulla që nuk mund t'i thyejmë tot. Pra ka një kufi edhe tek thyerja e rregullave, edhe tek rebelimi, edhe tek të gjitha. Unë i kam parë në përgjithësi fermerët interesant të javë, më shbër qefi që kanë nxjerrë disa anë të veta pozitive dhe kanë treguar se edhe mund të festojnë së bashku, edhe mund të rinë së bashku, edhe mund të punojnë së bashku, por që natyrisht që mua më shqetëson edhe mua thyerja e rregullat. Kastro, si e ke parti? Pa diskutim që për të mbajtur një shoqëri të vlefshme dhe për t'i dhënë kontributin se cili individ në shoqëri, baza e asaj janë rregullat. Unë e kam thënë disa herë që nuk ja di origjinën Agajt, megjithatë të isha në vendin e tij, sigurisht që në shumë momente do isha treguar shumë i egër gjatë gjithë këtyre 31 ditëve. E shoh shqetësuese sepse në bazën e këtij formati janë rregullat dhe cënimi i tyre cënon të gjithë shkak pasojën e të gjithë zhvillimit që janë bërë deri në atë moment. Dhe asnjëri, të paktën dhe ligjërisht në kontratë, në momentin që kanë firmosur secili prej fermerëve, po dhe në të gjithë zhvillimin e saj, kjo patent ndërkombëtare ka rregulla dhe ne do i respektojmë ato në mënyrë që mbarvajtja të jetë funksionale. Do penalizohesh, domethënë. Qartë. Okej. Mirë, do shkojmë tek ata për të diskutuar pikërisht për këtë thyerje të rregullave nga ana e kesit. Shkojmë në arenën e brendshme. Po, Luana. Fermerë janë prapë me ju. Siç ju tregova, ju keni kaluar një mbrëmje festive mbrëm dhe njëri ka ardhur paftuar dhe kush vjen paftuar, thon shqipet tona, e gjen pashtruar. Shojmë pak të... Unë e gjitha shtruar. Ti e gjetë shtruar, Casey. Okej, do shojmë bashkë klipin për gjithë ata që po na ndjekin në këto momente dhe pastaj do e diskutojmë.